Zonja Adeliu Kodra, shkurtimisht jemi live në emisionin Gazeta. Përshëndetje. Si shkoj komisioni dhe pse dolet kundër këtyre amandamente? Po para së gjitha ju e dini që janë rregulla në bazë të cilës duhet të ndodhin ndryshimet kushtetuese, amandamentet kushtetuese të cilat u propozu unë ndryshua në fakt sepse morën miratimin e deputetëve të shumicës. E para ju e dini që në vitin 2011, kur ka ndodhur ndryshime të tilla, ka pas një afat kohor prej 7 dite, në mënyrë që ti trajtoj, të njëjta të trajtohen dhe unë e di që adresa e parë është që ato së pari të drejtohen në gjykatën kushtetuese, pastaj të vinë në Kuvendin e Republikës Kosovës për të trajtuar brenda komisioneve, është më së paku të them e pandershme që 4 orë para përmbylljes së afatit kushtetues, kur gjithë vëmendja opinionit publik sot është tek zhvillimet në kuvend, nëse Kosova përfundimisht do ta zgjedh sagën e presidentit ose jo, sot Kuvendi i Kosovës ballafaqohet me kërkesa të tjera, të cilat bien ndesh me kushtetutën, të cilat bien ndesh me rregulloren e kuvendit dhe të cilat bëhen vetëm sa për sy e faqe para zgjedhjeve. Pra, debati sotëm ishte debat politik dhe s'kishte fare të bënte me nevojën për të ndryshuar këto, për të bërë këto ndryshime të amendamenteve kushtetuese. Në të kundërten, koalicioni Lëvizjave të Vendosje ka pasur 5 vite kohë që t'i sjell në kuvend. Zonja Osmani po ashtu ka pasur një mandat të plot që të njëjtat amandamente t'i sjell me kohë në Kuvendin e Republikës Kosovës, por kjo po ndodh në